Në qarkun fier po vjon numërimi i votave për kandidatët. PS-ja do të marrë 7 mandate në lista hapur, e cila deri në këtë moment kryesohet nga Klevis Jaja, i ndjekur nga Asforal Haxhiu dhe Ceno Klosi, ndërsa Zeqin Ecausi, fenomeni i rrjeteve sociale, arriti maksimumin në Roskovec, duke renditur ndër fituesit e listës së hapur. Jashtë listës fituese deri në këtë moment ka mbetur deputeti aktual Nusret Abdullah. Në KQZ numër 60 ka filluar numërimi i kutive të para. Asforal Haxhiu është mjeku që do të jetë në kuvend dhe në këto zgjedhje deri më tani ka marrë mbi 10.000 vota. Mjeku i ri dhe profesionist njihet për popularitetin e tij fal punës prej vitesh në Lushnjë. PS-ja ka fituar shumë i disa emra të ri që ka kandiduar në garën e 11 majit. Asforali, duke qenë independent në mendime si dhe pasionant për një shoqëri më të emancipuar, do të sjellë në parlament frymën e brezit të tij. Një falënderim zemre, por me zemër të thyrë, ishte reagimi i parë që bëri Gazmend Bardhi, drejtuesi politik i PD-s në qarkun fier. Ai nënvizoi se demokratët do të qëndrojnë së bashku të panështruar se Shqipëria ka nevojë për njerëz të lirë. Kujtojmë se Partia Demokratike arriti të marrë vetëm 4 deputet në qarkun e fierit.